si mos me pas ligj, as mos me pas në inspekcion, as kur gjë sallëmati. Edhe me dalë me protestu, çka me protestu, çka keme bon, çka muj me ndryshu, kur gjë s'muj me ndryshu, po shteti do të më morë me subvencionimet, më morë me gjitha ato që e lehtësojnë jetën e qytetarëve. Kanë dyfishuar për Ramazan. Çka u kanë 1 euro i kanë bërë 2 euro. Çka i kanë 2 euro i kanë bërë 4 euro. Veç 1 euro çdo çka ka këtu me kill 1 euro shtrajtuar tepër. Kjo katastrofë madhe. Si mos me pas ligj, as mos me pas në inspekcion, as kur gjë sallëmati. Do të më morë diçka pak edhe me shkua. Se me çka me marë? Me 100 euro penzi. Kushtet e tona që jetojmë në Kosovë, veç mos për ne pensionerve, kemi pensione t'ulta, që dini edhe ju të gjithë, çmimet janë jashtëzakonisht të larta, tepër të larta. Tash, krejt për krohja vjen mas shumë t'i prej bashkëdhëtarëve, po që ata që nuk kanë ndihmën nga bashkëdhëtarët, ata janë gjendje shumë të rënda. Me të vërtetë se çdo çmim është ngritë. Soj për këtë pëmë dhe perimeve, edhe në këtë mujtë shenjt, mos vetë. Edhe me dalë me protestu, çka me protestu, çka keme bon, çka muj me ndryshu, kur gjë s'muj me ndryshu, po shteti do të më morë me subvencionimet, më morë me gjitha ato që e lehtësojnë jetën e qytetarëve në përgjithësi. Se për ndryshe, është e papërballueshme.